من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعة jemi me vargun e fjalëve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat jemi duke I përcjell nga libri Imam Buhariut, të cilin e ka titulluar El Adabul Mufrad, edebi I veçantë I muslimanëve, trajtimi I veçantë I çështjeve të cilat kanë ardhur në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pas kapitullit të butësisë dhe maturisë dhe mbajtjes së vetvetes me karaktere të mira, thot Imam Buhariu, kapitulli I cili quhet Babul Khurq. Khurq I thojnë kur njeriu I grisët tesha, dhe kur I grisët tesha I shihet trupi. E kjo është e met. Nëse këmisha jote është e çame, edhe shihet një pjesë e trupit, çka bën njeriu e mbulon. Thot Imam Buhariu në këtë kapitull, ama nuk I sjell hadithet e teshave, por I sjell hadithet e ignorancës. Çfarë lidhje ka kjo, kanë thënë komentatorët, nga se ai I cili ka ignorancë është sikur kur njeriu t'i grisët tesha dhe I shihet e meta. Andaj çdo njeri I cili ka një padije, ajo padije e zbulon ata dhe ja ban mu ju pa e meta. Andaj besimtari duhet me mbulue vetveten me ilm që mos t'i shihen të meta, sikur që e mbulon veten me tesha që mos me ju pa e pjesa e turpshme e trupit. Kështu I kanë lidh dietarët e muslimanëve gjërat. Andaj ka se një hadith të cilë kanë sjell disa nga tabiinat, të cilët kanë ardhur me kërku diçka te Omar ibn Khattabi radhiyallahu an. Dhe ka ardhur natën dhe ka prit sabah me takuar prisin e muslimanëve Omar ibn Khattabin. Kur ka ardhur sabah, e ka gjetur Omar ibn Khattabin në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I është afruar edhe ka filluar, thotë unë kisha gjuhën e mirë, edhe oratorinë e mirë dhe fillova thotë me janë nçmu dunjajën. Ja? Fillova me janë nçmu dunjajën që të ma krye kërkesën. Se dunjaja s'ka vlerë, dunjaja në një ditë kena me deke, mos I jap një zor shumë për dunja, e kësi fjalë. Mirë po thot, nga to merit ka një njeri me flokët e bardha edhe me teshat bardha. Thot, afër ti anësh. Thot, fillova unë me folë kër e kryta, a I më tha, mire kije. Fjallët e tamam janë, jo bashkrejt. Pro, tamam I kito fjallë, po do si ki tamam. Tha, fjallët që ti e shëmtove edhe e shajt e dunjajën nuk janë bashkështu. Tha pse? Tha se ku falmina? Në dunja. Ku japim zekat? Në dunja. Ku bojmë haqë? Në dunja. Ku e mbjellim tha na ahiretin? Në dunja. E a ban me shash që këtë pjesë dunjajës ku na bëjmë adhurimin ta? Atër thot kë njeriu thot, une e pash se aj ke maj I ditur se une. Andaj min njëherë ju drejtova prisit muslimanve Omar ibn Khattabit radhiyallahu an. Kush o kë njeri? Kush o që ki po di ma shumë se une? Tha, ki është Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu an. Ki cili ka ditë me lezu Kur'anin, mirë po shtesë sa e ka kuptu që shduhet. Pra qka I tha kë njeriu? Dhe pse e sjeli Imam Buhariu këta? Se prej padijës është që njeriu me e marë një copë të vërtete me e boe vjegz dhe mbështetje për një të pavërtet tjetër. Pra, me fjalë të tjera, fakti që dunjaja s'ka vlerë, si be kjo që ti mës mi kry detyrat e tua. Fakti që ti e di se dunjaja krahas ahiretit s'ka kur far vlere, kjo nuk I bje mës mi sos të obligimet edhe detyrat e tua. Jo, sos të obligimet e tua. Andaj midjer kapitull në radhës në sjeli kapitulli I mbarvajtjes dhe rregullimit të pasurisë. Se besimtarit e ndëruar xhamatli e din se dunjaja ka fund. Ka fund, na kitë kena me dek në ditë. Por, a bje kjo që na mos mi sos detyrat e tona? Jo. A I bje që ti mos me ndresh një shtëpi? Jo, si bje, ndreq e shtëpijën. A I bje kjo që mos mu vesh? Jo, veshu.
Shiko pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ai I cili ka ardhur më mësu njerëz dunjaja s'ka vlerë. Ka pas merak mu vesh mirë. I ka pas qef teshat e mira. Pse? Se nuk del njeri me lloj teshe. Tash për shembull, njëri më thon, po dunjaja s'ka vlerë. Çish mu vesh tash? Ti kur shkon darsëm? A thu po ki, a bese në një dik kena me dek, mi shkua ti me teshat. Ti as me teshat punës nuk I shkon. Shkon veshësh, shkon për 2 minuta, shkon veshësh edhe ndreqësh. Se njeri ka darsëm. Apo, për këtë arsye, çdo send e ka vendin e vet. Po, dunjaja ka me përfundu një dit. Ama qysh me përfundu? Përfundoj me të mira. Andaj, sikur që ti e shfrytëzon diçka që ka lanë dikush të kalumën, leje edhe tim për të ardhmen. Andaj thot njëri prej tabinëve, ne nuk I prishmi hajvant me na lind. Nuk ka pas kalin, ato dikush I ka thonë, prite me në ta bojë një tjetër, I shfrytëzon dikuaj. Apo njëri ka pas lop, ka thonë, prite me ta bojë një viç, I shfrytëzon të dijat. Ka thonë, ajë si dunjaja ma shkurse që ka qa, haje. Që ka thonë Omer Khattabi e këshit letër? Ka thonë, oju njerës, oju besimtar, risku në Allahut regullon e pak. Ai dinar shka mundet mu bo 2, bane 2. Ai dinar shka mundet mu bo 10, bane 10. Ai dinar shka mundet bo 100, bane 100. Ajo lop shka mundet me nxjerrë dhe një lop tjetër, një vish tjetër, bane 2. Ai kali shka mundet mi bo dikuaj, bane 2. Se jabë dhe një fukarajës. Apo, për këtë arsye tha Omer Khattabi, inne fil emri tenefusen. Në këtë fe ka hapësirë, në këtë fe ka bollëk, këtë fe ka mundësi mirë po du të më bojë me ilma jo me veti ignorant me thonë, apo be kjo dunja, jo, sa I shtin lugave, a I shtin labirin, a I të ban komunist, a I thotë, qëtu, s'ka mu falë, ja, s'ka punë dhe punë, jo, duhet të dijat bashkë, na ku falmi në dunja, pra regulloje. Ku I krin ti punë të tua? Shpitane. Ku merë ti tahret? Shpitane, por regulloje banjën tane, regulloje shpijen tane. Ku veshësht në shpi, por regulloje. Pra, a ka ndesh hadithet që e shvlerësojnë dunjan me hadithet që në nëzisin me punu? Jo, vetëm duhet të gjitha mi kontrolu me shpallje, të gjitha duhet mi kontrolu me ilm, si cëllën vendin e vetë, si kur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a'ti kulle dhi haqqin haqqa, si cëllit qka ka hak, jepja hakin. Si cili qka ka hak, jepja hakin. Për këtë arsye I kanë dhirë këto hadithe për të regu Imam Bukhariu se kjo dunja, edhe pse nuk është vendi ku na kena me jetu për gjithmonë, por o vendi ku ne fitojmë jetën për gjithmonë. Ande ka se hadithin tjetër nga Bara ibn Azib radhiyallahu an, se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë në hadith. Ka thënë el ashira, ajo e cila e bën të keqë dunjën, e cila pangopsia. Sharrun, që janë sharr. Sot dunja të ndëruar xhamatli, çka pe bën dunjën në ngusht? S'po ka tokë, as po ka ngopsi. Jo s'ka ngopsi. Tokë ka sa dush. Apo, ama pangopsia shiko. Për më ngop 4-5 veta, për mos me mujt me ngije miliarderat, duhet na më ngushtue. Apo, kur dikush nuk ngopot, dikush ka me hek. Për këtë arsye Allahu xhelal e ka zbrit menaxhimin e pasurisë që të jetë në mes fukarave dhe zenginave barabar. Midis, pa ky, që të ketë mundësi krejt me jetue. Andaj nuk ka problem dunjaja, problema pangopsia. Problema pangopsia kur ti thu, bema pak tokë. Po bema pak po e zunit gjadën Allah. Po I dolen gjadë, me mujt me lando, edhe gjadë thot, hajt biri, di lokolla, di thot. Vallaj, mi lando, da duqanët e qesin, mit dis gjadë. Pse? Po thot, hajt se ti kur gjanë zhenë me shku pak rreth. Vesh ki të fitoj edhe pak. Po kuj kimi qua të barë Allah, ka dale pak. Pasuria e mirë, sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur I erdh Amr ibn al-Asi radhiyallahu an, shoku I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili shumë ngatë se kishte pranuar Islamin diku 20 vjet. Dhe kur erdh, pejgamberi sa më bani komandant me një ekspedit. Edhe I tha, o Amr radhiyallahu an, ta që këtë ekspedit kime fitu shumë pare, ta dish. Ai u ngushtue, tha ja Rasulullah, unë se kam pranuar feja, tha pa me fitu pare. Unë s'kam in Islam me pa pare. Unë kam vini tha me për Allah dhe për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Atëri tha pejgamberi, o Amr, parët e mira, te njeri I mirë janë shumë të mira. Nuk ka ve problem ti mu kon milioner, ama ata shebe hajrin ti dikush ajo. Nuk ka ve problem ti pse e ki firmën me 500 punëtor, ama a I ban ti azap ato, a I e si dost me to. Nuk ka ve problem ti ban pare, ama për shka I kujti qua ato. Apo, a për mi mush jastikat, a për shka e ki ato. Ani parët duhet, ama për me jetu bashk, ku për kur I ki, kanë zona për kur I kije. Parët ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, I ka zbrit Allah I piqile për djarësie. Për djarësie. E para për tëre, mu falë namazi. E dyta, mu dhanë zeqati.
Ti hani pse ki firmë, ama ku ta kshish një fukaraj të hasë këllo. Ase mu më ka dhonë Zoti, meri këtë pare, regulloj punën tane. E shani njeri së më martohet, meri pare, regulloj punën. E shani student, meri, që kjo, kejt njerës tojnë halal i koft. Edhe punon, edhe ka pare, edhe nimon. Ama, ti na ki dalë dhe mitis gjade. Edhe s'mina me kalu e pi karrikeve tua, që e ki zanë kitë dunjajën. Edhe qka? Për qka Allah, për qka? S'kiti drejt në venin publik. Për këtë asyje, dunjaja e mirë të njeri mirë, parja e mirë të njeri mirë. Ama kur ti e zë rrugën, qka ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ai i cili një plam toke, një cop toke e zë, pa të drejt, janë ngarkon Allah i 7 palë qasi toka, ditë në kiametit i manë qafë. Sa njeri ka me dalë, ato kita të ndërtesat qilë ka mi majtë, në shpinë, maj. Ditën e kiametit, pse? Se pa të drejtë e ke uzurbuhe, pa të drejtë e ke marë. A është hakijot, jo. Pse e ke uzurbuhe, Allah? Pse e ke nalë dikujt afrimën? Pse e ke nalë dritën Allahu gjele gjelalu? Sikur që njëri prej të burgosurve në Persi, qëfar i tha në të kaluarën? E nxjerën prej burgu dhe i tha mbreti, a do di shka pi muhe? Unë e t'japë tha se jam mbret. Vesh një sen tha e lipi pitije, ik lema dilin, të mzej e dilin. Sa fukaraja i thot, s'po du be pare për tije. Kur që s'po du? Vesh largohme për ugëdhës. Vesh liram be, mos mazim be gjadën mos mazim. Na plot për njerëzve, e dine se s'jep zeqat, sa problem. E dine se e ki zemën e shtrith, sa problem. Po mos në e zënë udhën e vlo. Ti në gjadë e ki nis me dalë mo. Nuk ka problem, ti ani e ki e zemën e ngusht, shumë, s'ka problem. Ti e me zemën tanë me parët e tua. Ama ki dalë në udhë? As nuk nimon, edhe ze udhën, kjo nuk ka regull. Për këtë asyje duhet me ba balans. Andaj Imam Bukhariu i sjeli hadithet që e zhvlerësojnë dunjan, hadithet që e vlerësojnë dunjan, edhe e të regoj sebepin. Cili o sebepi? Tha pejgamberi alayhi salatu selam, pangopsia o shërë. Kur ti së më pëngopësh me kur gjanë, vallahi janë kjo shërë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi a dhanë Allahu birit e Ademit një lugin me altan, kish me thonë, mu konti bajti. Mi a dhonë Allah i 2, thot mi kanë t'i baj 3. Mi a dhonë 3, kështu me radhë 4 e 5. Thot pejgamberi alayhi salatu selam, e birin e Ademit nuk e ngop, pos dhe dheu. Kur ta qes në vorë, ma nuk lip as bank, as pare, as kur gjo. Andaj, dunjaja është vendi ku ne e mbjellim akiretin ton. Nuk duhet në nëshmuar, as nuk duhet me lidh zemrën me ta, por duhet kryojmë balans dhe duhet kryojmë një raport sikur me zjarin. As mos i shtin durt me gjek dorën, ama as mos sheshim ketë se jena të ngrohë me ta edhe atu na bo dritë. Për këtë asyje, kështu djetarët e muslimanën nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam i kanë dhënë rregullat e raportit ton me dunjan. Elusim Zotin e madh. Në këtë ditë xumaje, Allah të na furnizon prej halalit dhe të na largon prej haramit. Elusim Zotin e madh xhelle xhelalu, që Allahu të na bën që ta kuptojnë fejen ashtu siç e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e madh xhelle xhelalu, që Zoti jon te bareke ve taala na mundson me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me udhëzu me Kur'an, me undriçu me Kur'an, me e dash këtë Kur'an të Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e madh në këtë ditë xumaje, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një çast nëse janë zë besimtari, Allahu ja pranon duan. Elusim Zotin e madh, Allahu besimtarët dhe besimtarët të cilat janë në përsekutim, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkrah, Allahu mëshirën e vet ta zbrit mbi ta. E kushdo që bën zullum edhe bën padrejti në tokë, Allahu padrejti në borën e vet ja dërgon ya rabbal alamin. Elusim Zotin e madh xhel xhelal, që Allahu te bareke ve teala t'i përmirëson zemrat tona, t'i përmirëson shpirtat e tona, t'i përmirëson trupat e tona, t'i pastron veprat e tona, t'i fal gjunat e tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم رحماك بالمستضعفين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم رحماك بالمستضعفين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها
فيها يا رب العالمين، وخاصة إخواننا الذين يضطهدون ويطردون من بيوتهم ويقذفون من السماء يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة، عليك بالفسقة، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم اضرب الظالمين بالفاسقين يا رب العالمين، ونجي المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.